Miq dhe mikesha të pjesës tretë, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë bisedë me formatin podcast. Shpresoj që kjo bisedë të jetë po aq e shpejtë edhe sa zbritjet e Baton Zabërgjës nga krahët. Është një nga lojtarët, domethënë që entuziazmon ata pak tifozë fatkeqësisht që i kanë mbetur kampionatit ton, por në rast se çmimi i biletës do t'ia blente të paguajë është edhe për gjestet teknike që lojtarë si Baton Zabërgja shfaqen nëpër fushat e blerta të kampionatit ton. Kënaqësi e madhe Baton, mirë se erdhen këtë tryezë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësia ime. Baton, ti je djalë i ri, por që 2 sezonet e fundit paktën këtu në Shqipëri po bën shumë mirë me futbollin, edhe shpresoj që edhe publiku ynë këtu te pjesa e tretë ketë mundësi të njohë më shumë edhe Batonin jashtë fushë. Ne këtu zakonisht e nisim nga fillimi, nga origjina, domethënë nga herët e para fare. Si e nisë me futbollin ti dhe kush të shtyu drejt lojës bukur? Atëherë me futbollin e kam nisë qysh në moshën 6 vjeçare. Drejt futbollit më shtyu familja ime, sidomos babi, i cili mund të them që e vrejtë talentin tim qysh nga veçlia dhe pastaj vazhdova tek klubet, ku kam fillu tek shkolla e futbollit Vushtria, tek klubi i qytetit. Aty kam qenë deri në moshën 16 vjeçare. Pastaj kam kaluar tek klubi i futbollit Australia, është një qytet tjetër afër në Mitrovica. Mitrovica, Po. Pastaj kam lozë edhe një vit tek Akademia e Futbollit El Clasico në Vushtre, domethënë këto akademi. Emër interesant, që atëherë ke pas emër kështu ndërkombëtar. Dhe pastaj duke bë debutimin në moshën 18 vjeçare tek Vushtria në Superligë. Mirë, përpara se të shkojmë edhe te futbolli moshave dhe përvojat që ke pasur aty, unë jam kurioztar edhe të na tregosh pak për fëmijërinë tënde në Vushtri. Po normalisht si çdo fëmijë, duke pasur pasion futbollin qysh nga veçlia. E kam filluar qysh në lagje, pastaj për të vazhdu hap pas hapi deri tek fushat e blerta. Je zbavit domethënë ke kalu një fëmijëri të lumtur mirë. Ne e dim që je shkatët në fushë edhe mundohesh domethënë të shfrytëzosh situatat, por edhe ti krijosh situata të rrezikshme. Po në shkolla ke qenë ai çik nxënës i mirë apo jo? Po kam qenë nxënës shembullor. Jam mundu që të mësoj, të arsimohem dhe kam qenë nxënës shembullor. Mirë, po marrëdhëniet si ke pas me familjarët e tjerë, vëllezër, motra, nëse ke? Po kam një motër edhe një vëlla, janë më të mëdhenj se unë. Marrëdhënie të shkëlqyera, domethënë edhe ata më kanë përkrahur, me kemi përkrahur gjithmonë njëri tjetrin. Po ata që kur e kanë vërejtë që jam i pasionuar nga futbolli, më kanë një përkrahje edhe më shumë. Me vllajën ke pas lozë tek kështu domethënë një kundër një. Po ndonjëherë fut shampur, ndonjëherë 1-1, po më kanë ndihmuar shumë tek futbolli i shtëpisë. Pas kanë ndihmuar teknikisht, kështu që kur shënon gola këtu do të thosh faleminderit edhe stërvite. Normalisht nuk harrohen ata. Stërvite me vllajën. Te skuadrat e moshave disa i përmend edhe un pash pak kur u informova përpara se të nisim këtë bisedë që kanë ndryshuar disa, po kam pasur që ke edhe një përvojë jashtë vendit kur ke qenë i vogël, është e vërtetë dhe ku ke qenë domethënë si mbrit atje? Po kam qenë në Suedi. Në Suedi, okay. Po në moshën 16 vjeçare para se të kthehem prapë tek Vushtria. Në fakt, ideja për me i atje ka qenë një familjar, apo thënë më saktë një shok i babit, cili s'kam çare pa përshëndet, është Muhamet Uka, nga Vushtria po ashtu, i cili duke pa përkushtimin tim, talentin tim, u mundua me ato mundësitë e veta që i ka atje, provova, kam ndonjë një vit, kam luajtur tek ekipi i Kotorit, ishte i qytetit në Jönköping. Pastaj pas një viti probleme me dokumentacionin dhe u riktheva prapë në Vushtri. Një pyetje kështu, si e ndjeve ndryshimin nga futbolli i moshave në Kosovë? Unë e di që punohet shumë mirë me moshat në Kosovë, sepse dalin gjithmonë talente, i kemi pa në kampionatin tonë, i kemi pa nëpër përfaqësuese, nëpër kombëtare. Si ishte ndryshimi, domethënë se është dhe gjuha edhe vendi. Ç'a hase ti si fillim ose kush ishte ajo që tra, domethënë direkt në sy ose të bëri përshtypje? Po paraprakisht më thaj i familjar, domethënë Meti, se do ketë ndryshim sepse jemi mësuar ne me futboll teknik më shumë. Po. Ndërsa Korika atje është futbolli skandinav është më shumë fizik, sa ka mujt me vërejt. Edhe mirë, ato fillimet ishin pak të vështira, po ambientova. Sa i përket gjuhën angleze kam folë qysh i ri, kështu që s'ka pas problem. Nuk ishte problem aty. Po në moshë të vogël u Baton futbollistët që të pëlqenin më shumë, cilët kanë qenë? Atëherë unë si jam tifoz i Arsenalit dhe qysh nga veçlia më ka spikat Thierry Henry. Po, edhe ti vetë lu në për krah kështu. Po. Si Henry janë sulm, po nga futbollistët shqiptar? Atëherë ka shumë, po tash mund të thëj këta si lozin tek 2 kombëtarët sepse ka shumë futbollistë cilësor. Patjetër. Tash ka rrobë që 2 grumbullim më stërvit me futbollistë shumë mirë të kombëtarë e Kosovës. Është Vedat Moriqi si sulmues shembull, është Milot Rashica, Edon Zhegrova, gjithë janë sulmues. Po edhe kombëtarë shqiptarë për cilën është Armando Broja, Nedim Bajrami,
Mirë, këta janë po thjesht moshatar tu, domethënë një jetë brez. Po flas kur ishte i vogël futbollistët që të bënin përshtypje nga shqiptarët. Po atëherë ka qenë Claudian Dura. Okej, mos shohim komentarë spjegator që detar teknika që më gjyqet mira. Interesant edhe në përgjigje. Claudian Dura nuk e prisja, por shumë interesant. Te Vushtria tani, si ndodhi domethënë që u afrove në ekipin e parë dhe atë kujtohet ndeshja e parë, debutimi me futbollin e triturve, të lutem po më përmendë pak edhe 2-3 trajnerë që të kanë përkrah gjatë gjithë kësaj periudhe domethënë te moshat. Atëherë tek moshat, trajnerin e parë kam pas Enver Dubovcin, ndjes pas, i cili ka ndruar jetë dhe kam kalu shumë mirë me të më ka përkrah shumë, pastaj u ndrimi Gjenerata, ishte mentor jashtëor trajneri tek U13. Duke filluar pastaj tek U15 që ndrova i ka tek Akademia e Futbollit Australia. Pastaj për të rikthyer prapë te Vushtria, ndërsa debutimin e kam bërë fati ynë i gjithë drimëve që ekipa e parë domethënë nuk eci mirë. Atë 6 mujorën e dytë dhe u ndrun gjithë edhe presidenca vendosi që ta vazhdoj vetëm me lojtarë të ri, po. Dhe ishte fati ynë që debutuam gjithë. Shumica që ishim tek ekipi jon njëherë. Ke pas emocione në neshën e parë, kujtohet skuadra kundërshtare që po normalisht e kam pas, ka qenë kundër Dritës. Dritës Gjelanit. Po, Dritës Gjelanit. Normalisht ndeshja e parë emocioni i madh edhe se dia si do performoja, si do shkonte, ishim çuna të ri, po prapë mirë eci, nuk ishte keq. Tani bëton di luan edhe në qendër, por edhe në krah sulmit. Gjithkohës kështu ke qenë lojtari i përparuar apo ke pas dhe pozicione të tjera në vogël? Gjenerata të reja kam lu qendër sulmues gjithmonë. Qendër sulmues, okay. U13 të 15. Pastaj isha të provuar edhe në krah dhe them se jam përshtot më mirë në krah, ose kam problem këto dy pozicione. I bën të dyja. Sulmues pra, mirë po goli i parë që ke shënuar, atë kujtohet dinamika e aksionit kur ka qenë çfarë ndeshje? Goli i parë në Super League thua apo? Goli i parë në debutim në futbollin e triturve. Po, goli i parë ka qenë ndeshja Vushtria Llapi. Po, ka qenë ndeshja edhe normalisht djeni mi ishte ndeshja e fundit duke të Stinorit, edhe si rije përjethua shumë mirë, sepse goli i parë në Super League dhe nga si ishte aksioni, si ishte? Po atëherë ishte pasem nga mes fushorët në thellësi dhe normalisht shoqërozohet i shpejtësinë me këmbë, shfrytëzova. Aty të djeg shpejtësi. Si ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe përkraja e familjes, ose mund veçosh për shembull se në shqiptarët kemi edhe kushëri shumë, shoqëri njerëz që rrinë afër, kush ka këshilluar më shumë gjatë gjithë këtyre kohëve domethënë. Atëherë gjithë dim që futbolli ka shumë sfida edhe po sport të përkrahje edhe mund të thyesh edhe ta lësh, po fatmirësisht kam familje të madhe, kushëri jemi fesë e madh, gjithë më kanë përkrahur, po në veçanti babe, çdo hap ka ndonjë ofër me këshillat e tij. Domethënë babën e kam pas armën kryesore, krahun tim djathtë gjatë rrugtimi deri më sot. E drejt. E di që unë mundohem domethënë sepse jam duke qenë entuziast i futbollit, mundohem të shoh pak edhe personazhet e futbollit të kampionatit Kosovës, se normal jam rrit duke pa kampionatin shqiptar këtu, edhe po jam njoh domethënë, le të themi relativisht mirë edhe me personazhe nga futbolli i kampionatit Kosovës, edhe mundohem hera herë se të kem në kontakt për intervistë që të njoh më nga afër. Unë dua të di pak te skuadra e Vushtrisë, po ti ke luajtur mbrapa edhe në ekipe të tjera në Kosovë, ke qenë te Gjilani, Drenica, te Drenica dhe më pas te Gjilani. Lojtarët që ishin moshë më të madhe se ty, por që të kanë përkrahur, se të kanë marrë afër gjatë kësaj kohe, cilët kanë qenë? Mund të më i përmendësh shok skuadrë? Tek Vushtria kam pas fatin e mirë që kam pas çunën e Xhajës që ishte në ekip parë që sa Dior Sabërxa, domethënë kanë ndihmuar hapat e parë. E ke tamam çun Xhaj, ha? Po, edhe më ka përkrahur shumë, kanë qenë edhe të tjerët, po më shumë me të, sepse kisha edhe lidhje familjare dhe më kanë ndihmuar shumë në ato fillimet. Po është ideal faktikisht, më shkruaj shpesh në Instagram edhe kur kujtohen këta futbollistët, domethënë pak nostalgjik, gjithmonë më përmend emrin e Diorit, çka ka qenë Diori, ka qenë fantazist, çka ka luajtur me Sushor Krius. Po te Drenica ke pas lojtar, domethënë veteran që po atë tek Drenica i kanë nga Vushtria, fillimet e vështira, po më kanë përkrahur, kisha nisën Besfort, do ta bëjmë Besfort Derisha, kam luajtur me të tek Vushtria, pastaj ai tek Drenica. Pa përkrahur shumë ishte kapiteni Shkëlzen Lushtaku që është veteran. Ishin Shkëlzeni duhet të luajë te Kuksin kampionatin ton, mos gaboj para shumë vitesh, po ndoshta unë Xhajës ti ka luajë. Po Krishniku. Domthon ishte Besfort, Shkëlzeni, ishin gjithë çuna që më kanë ndihmuar. Kisha edhe Argjend Mustafën që ka luajtur kampionatin shqiptar, kisha edhe tek Drenica në atë kohë, kështu që mirë. Ke pas domethënë ke pas
le të themi një ambient mirë se ku të rritesh. Si ndodhi pastaj ky interesi nga kampionati shqiptar i futbollit? Do më tregosh pak edhe për sezonin me Gjilanin, atmosferën derbi aty, se më the që neshën e parë debutuese pas ke pas kundër Dritës, po pas ke luajtur te Gjilani, do të ke shijuar ose ke jetuar te derbin. Si ishin emocionet e derbit? Atëherë nga Drenica kalova tek Gjilani, domethënë ishin për ta përjetuar derbin, po ndodha e puna e stadiumit, kanë problem fushën atë. Domethënë nuk është se përjetova më shumë tifoz, po ata pak që ishin ishte ndjenjë mirë, sepse është derbi. Sepse tani luhet në fushë ndihmë se nuk luhet në stadiumin kryesor, sepse kanë problemet e tyre. Po mirë, normalisht derbi të jep emocione të veçanta, po pastaj po fitove derbin, po dolën qyteti me vallë hapur sepse po. Si dolën derbit kur lutet ti? I keni fituar apo? Nga 4 ndeshje që kemi pas 2 barazime, një fitore, një humbje. Barazim fare, domethënë. Secili i lumtur. Formën më të mirë kur e ke pasur në Kosovë, të cila skuadër? Atë mund të them se te Gjelani kam pasur periudhën e fundit para se të kaloja tek kampionati shqiptar. Po kujtimin më të bukur nga futbolli në Kosovë, cilin do të veçosh? Po do veçoja Drenicën, normalisht vështrojnë ekipin e lindjes, po do veçoja Drenicën, po edhe Gjilani në periudhën kur kapën finalen e kupës, ishte një periudhë mirë pas gjithë asaj sakrifice sepse kemi pasur problemet, u largua presidenca, u rikthye, po prap arritëm ta kapëm finalen, edhe pse se fituam, po ishte periudhë mirë. Trajneri që pasi Zekria Ramadanin, po trajneri i cili ka fituar kampionatin, mos gaboj me 3 skuadra të ndryshme në Kosovë, është drejt 4 të stashit, tani drejton Dritën. Po tek Drenica, nëse më lejo ta përmend, me gjithë qef. Është fillimet e mia kanë pas Bledar Devullin, i cili filloi me më fut si i ri, pastaj kisha Tahir Lushtokën, i cili më ka dhënë një përkrahje të jashtëzakonshme deri në tash. Interesant, je djalë i ri domethënë, po ke kalu kaq shumë personazhe. Kalimi në Shqipëri, si ndodhi dhe ka pas interes për Zaburgjën nga skuadra të tjera në kampionatin ynë? Atëherë kalimi në Shqipëri ka ndodhur shumë shpejt tek ekipi Dinamos, sepse unë mbarua tek Gjilani dhe isha shumë afër të kaloja tek Ballkani në atë periudhë, ishte trajner profesor Ilir Doja. Po momentet e fundit ndryshoi edhe duke bisedim me menaxherin tim Haris Fakic, vendosëm që të vim këtu, edhe vetë kisha nevojë edhe kisha atë çevin të ndreja pa kampionatin, ta sfidoja veten në një kampionat tjetër. Edhe erdhëm këtu, fillimet nuk ishin as të mira si çdo ndrem kampionati, po pastaj u ambientuam. Diferencat mes Kosovës dhe Shqipërisë për sa i përket perceptimit të gjithmonë. Edhe nga niveli i futbollit flas, po edhe le të themi infrastruktura ose vendi ku ti jeton, nuk e di shtëpia, shoqëria, gjitha nga pak. Isha të përmend punën e infrastrukturës, në Shqipëri janë fushat më të mira që të lejojnë me lu futboll. Fatkeqësisht edhe në Kosovë kemi, po jo as të mira, shumica ne kemi sintetike. Pastaj fushat ato të lejojnë me lu futboll, të lejojnë me tregu aftësitë e tua dhe këto mund të jetë ndryshimi pak sa mes Kosovës dhe Shqipërisë. Po nga pikpamja cilësore e lojtarëve, si dallon domethënë që këtu për shembull mund të jetë çik më fizik, në Kosovë më teknik, apo s'ka dallime të tilla, pak a shumë niveli i njëjtë është formimit. Po, s'është se kanë vërtet shumë dallimin sepse pak a shumë të njëjtë si në Kosovë si në Shqipëri, po mendoj se taktikisht këto luhet më mirë. Për sa i përket historisë grumbullimeve me moshat e Kosovës ose Shqipërisë, si ke pas kontaktet, kur t'janë afruar fillimisht, cilat kanë qenë përvojat e para? Atëherë është për gjithmonë me moshat. Për më cek se U15, U17 kam qenë gëlashënues në regjion ekipin tim, po s'jam ftuar asnjëherë te Kosova. Unë bashkë grumbullim të kishin ndeshje, po më janë afruar asnjëherë. Unë ekipin kombëtar kam kapur me Unistenisha, domethënë, tek 21 vjeçarët. I kam bërë 4 grumbullime, pastaj duke pritë të kapim kombëtarën e madhe. Dhe shoqëra arret. Derisa erdhi momenti. Mirë, ti je sulmues tani dhe unë kam qef pa këto pyetje të shumë form quizi. Mbrojtësi më vështirë që ka hasur në Kosovë, cili ka qenë? Po ka shumë mbrojtje të vështirë, po shumë na përmendi, s'ka problem. Mund ta cek Lombard Dellovan. Po. Është një ndër mbrojtësit më të vështirë që jam hasur. Lombard Dellovan nga Krusha e Madhe, ai një ndeshje faktikisht kur mundën grupet e Ligës Konferencës, mundi Ballkani, mundi Dinamo në Zagrebit, na dhuroi fanellën atëherë pasi punonim një dokumentar për Krushën e Madhe, fshatin këngë. Është edhe qen super çan për pas që është super futbollist. Super djalë, në rregull. Po në Shqipëri kush është më vështirë për Atëherë do kisha e kam cek më herët, po do kisha cek këtë Sembenin e Partizanit, fillimet e mia kur erdha. Është Gurishta i Vllaznis, që kam cek si mbrojtës fort. Vjet ishte Hoxhallar që më ka dukur si mbrojtës i fort. Ka shumë, po këta 3-4 mund të. Janë ata lojtarë që mendon që mund të kenë
shkaktuar më shumë probleme. Tani pak a shumë po jeton kohën më të mirë në karrierë. Ke shënuar 11 gola pa penallti, të paktën deri tani kur po regjistrohet kjo bisedë. Po je edhe lojtar altruist bujar. Ke dhënë 9 pasime vendimtare, të cilat janë kthyer në gola nga shokët e skuadrës. Çfarë qëllimesh ke për të ardhmen Baton? Si djalë i ri duhet edhe të pyes, si e jeton këtë kohë, si i përballon emocionet, se ndonjëherë e the pak futbolli, domethënë edhe thyhesh, po nganjëherë edhe fluturo kot. Kështu si e ruan, E përmenda më herët punën e familjes, sidomos babit, që si për të mirë, si për të keq ai më rën afër. Edhe kur kemi sfida, më këshillon për të mirë, po edhe kur na ec mirë, më lën me kam tokë, s'm lën asnjëherë më rrit shumë, kështu që bashkëpunim me të deri tash gjithçka po ec mirë, po e shijoj momentin sepse faktikisht jam në formën më të mirë si futbollist, kështu që qëllimet e mia janë spari me Dinamon, ta mbyllim sezonin në mënyrën më të mirë, pastaj të shohim se çfarë do bëj. E drejt. Po kështu kur ishe i vogël, kampionatet që fantazohej, kush janë anglezi për Arsenalit apo ke pas edhe? Qysh i vogël Premier League-n kam përsërit, kështu që Premier League-n në rregull. Cilën do të cilësoje Baton si ndeshjen më të mirë që ke luajtur deri tani në karrierë? Ndeshja më e mirë karrierë mund të ceko 2-3 ndeshje, me gjithë qef dhe episodet. Ishte këtë ndeshje e fundit në ajo fitore 0-5 me Elbasanën, mendoj që kam bërë ndeshje të mirë personale. Ishte edhe vjetë ndeshja me Erzenën, që fitum 0-4 atje që bëra një gol e 3 asist. Edhe asist, po ka që neshe e pasimeve. Ishte edhe para 2-3 qira me bashin, që s'bëra gol, po bëra 3 asistime, kështu që edhe asistimet për llogaritën, jam i lundur, po. Quen. Golin më të bukur, atë me Vllaznin ndoshta në Shkodër, që si golalla Del Piero, apo ke tjera preferencet? Mendoj që ai është goli më i mirë, po edhe vjet i kam shënuar Ignatis 11 majtë në volej, mendoj se edhe ai mund të cilësohet si. Po më i mirë është kundër Vllaznis. Si gjuni në Kosovë, barazh, janë barazh, edhe kush mund të jetë cili mund të jetë goli më i bukur. Këta dy janë barazh, të dy gola. Si ke marrëdhëniet për shembull me tifozët, me dashamirësit, me vajzat që të shkruajnë ose që të kërkojnë fanella, domethënë po e shijon apo si? Po faktikisht mundon t'ju përgjigjen gjithë pozitivisht, po ndonjëherë edhe puna e fanelave që mund gjithë të japësh, po as mundësi që kam munduam, sepse ata që përkrojnë munduam t'ja kthej me sa do pak një fanela, po diçka të vogël. Po tjetër, rastisi pas ndeshjes me Partizanin, që fitut 1-0 me golin tënd, Kanet një çift ishin burrë gru. Kanet kanë prit aty, ti ke dalë i funit ndoshta nga dhomat e zhveshit, bashkë me trajnerin, masi nuk e di do kesh marrë dhe intervista. Isha të prit për intervistën, e zgjati kohë shumë. Kaneta i zotëria aty. Po, ma thamë, ata janë të prita që 40 minuta për i foto, thash. Edhe rastisa që e pash episodin, e di ç'boni se tifozi normalisht nuk është fort i tifozi domethënë është emotiv. Edhe nga ata që nuk janë tifozi, ama budalla, burçë tifoz. Kaneta aty ka prit, boni foto, nuk zuaj shumë sa eci përpara dhe e la zonjën, harroi të shoqën. Po them se edhe këta pak tifoz që i kemi, them se janë duke shiju këtë fort mirë që e kemi, sepse di që Dinamo ka kohë që ka qenë këtë fort mirë dhe mendoj se ata janë të entuziazmuar që po e kalojmë këtë formë. Sigurisht, po vetë, si po përgatitesh individualisht, si e ka ditën një futbollist profesionist i ditëve tona, domethënë si e ke 24 orëshin tënd, nëse mund të përshkruash pak. Atëherë zakonisht mëngjesin e hom në shtëpi, që pastaj kemi stërvitjen drekën me ekipin. Na ka rënë këtu ku kemi ndeshje shumë shpesh, gjatë 3 ditë, sepse mas ditën e kalojmë palestër zakonisht tek trajneri që nëse më lejohet ta përmend, tek Roland Peçini. E përshëndesim Peçinin se kemi edhe mik faqe. Sepse ka ndihmuar shumë. Peçi ka marrë jam stërvit vazhdimisht me të mirë, po kjo periudha që po kemi ndeshje shpesh s'është se po na lën shumë kohë të shkojmë sepse kemi ndeshje, rikuperim në stërvitje, pastaj prapë ndeshje, po mundohemi që të rrim gati, të jemi profesionist. Po me kohën e lirë, si ke marrëdhëniet, në rast se ke kohë të lirë, si mundohesh ta shpenzosh del, ose konfirma, po zakonisht me çunat jemi me këta të ekipës që po patëm në kultiv dalim për kafe, ikim për darkë ose diçka tjetër, por thuaj se tërkohen jam me ta. Tirana të pëlqen si qytet Baton, si gjendesh, si jetove këtë ndryshimin, për shembull nga Vushtrria ose nga Gjilani në Tiranë? Fillimi më ka duk pak rëmuj sepse Vushtrria, Gjilani qytetet vogla. Pastaj kur erdha këtu fillimi thash rëmuj, po pastaj ambientova dhe më pëlqen shumë tash po kaloj shumë mirë. Ke marrë makinë, po lëviz me makinë? Po, kam makinë nga Kosova. Shumë mirë. Çfarë ndjesi është të përfaqësosh Kosovën, edhe si të kanë prit çunat e ekipit, se pak mi përmendesh parë domethënë me Zhegrove, me Muriqe, me Rashic, si ndjehesh normal
Atëherë për çdo futbollist, unë them se është ëndër që ta përfaqësoj ekipin kombëtar dhe për mua ka qenë ëndër e bërë realitet dhe pastaj kur ika ato thësha si do e bëj me këta luajnë ekipet mëdha, jam vjen akoma jo i vogël për ta, po si që njeri, po janë super profesionistë edhe super çuna sepse më kanë pritë shumë mirë, më kanë integruar me ekipin edhe kam kaluar mjaft mirë. Na tregon një episod për shembull, si ishte ajo te grumbullimi i parë, çfarë ndodhi kur spriti i pari, si është me kombëtarët, duhet edhe të kënosh të bësh ndonjë gjë, çfarë ndodh zakonisht kur vjen i ri. Grumbullimin e parë unë për çfarë do takosha me Milutin, në Ashicën sepse kam 10 familjes, po për fat i vushtrisë Miluti, po ka dalë kampion pra me Lamkusin, Lamkus ka qenë po me svet mundishin. Për fat kesh mungojnë atë grumbullim. Tash jam i informuar pra. Për fat kesh mungojnë atë grumbullim sepse ishte i lëndum fundjavë me ekipin, pastaj thasha si do ja bëj se kam këtë, po ishin edhe çunat e Superligës që kam luajtur. Po që ke pas. Po që ishim kështu që me ta më shumë edhe mirë ishte. Mirë. Po. Qa të pyes tjetër, nuk e di, për Kosovën, për kampionatin, unë jam shumë kurioztar atje. Këtu për shembull ka qenë dikur një fushë Peqinit që ka qenë ashpër, ka qenë një Elaçit që kanë qenë fusha, domethënë që ishte vështirë për të fituar. Në Kosovë kush mahet si fushë rënd në kampionat? Atëherë cila? Kur kam qenë fëmijë, e kanë cilësuar fushën e Vushtrës, sepse tifos forca janë super ultra motivuar në atë aspektin dhe po tash kur jam bërë me luan, s'është se ka një furt vështirë, po luve mirë. Del me 3 pikë sikur në shtëpi sikur në mysafir. E merr. Unë kam pas shpresë edhe prindrit e tu në stadium, e di që baba është oficer në policinë e Kosovës, pra në farë forme të dy po kontribuoni për shtetin edhe për kombin. Që një është në punë detyrën e vet, një tjetër është në punë detyrën e vet. Si e jetoni domethënë këtë pjesë, edhe i doja faktikisht 2 fjalë edhe për nonën, se edhe ajo emocionohet kur vjen në stadium me pa, apo jo. Atëherë unë e kam vllahun e kam Gjermani, domethënë motra është e martuar, domethënë veç prindi kam mamën e babën Kosovë dhe vin thuaj çdo ndeshje, vin shpesh rrin me javë me ditë. Edhe shpesh kur është babi edhe s'mundet marr për ndeshje, thotë bir, rregatit e anaj po i rri këtej kufine dhe jemi në rregull, domethënë ti këtë anaj ne jemi mikë ne. Por sa i përket mamit është edhe ajo përkraja ime më e madhe për në çdo aspekt. Më ka përkrahur qysh nga fillimi, bashkë me babën. Çfarë pasionesh ke tjera baton për te futbollit? Atëherë, sa i përket sporteve tjera dhe ping-pongun e kam qef, si sport 2-3 që kam qef me lu. Kam qef të shikoj filma, po më shumë jam me futbollin gjithmonë. Po neshjet e kombëtarëve shqiptare i ke pa? Po. I ke pa? Si të dukur që më dhe Europiani fundit edhe një koment edhe për lojtarët, që mendoj që mund ta tërheqin ekipin edhe drejt arritjeve tjera. Ishte emocion sepse kombëtarën e shqiptarën e shikojmë si tifoz gjithë edhe ajo atmosferë që u bën në Europianin e kaluar, edhe ndeshjet ishin të mira, sidomos ajo me Kroacinë na bën normal. Na bën shumë krenar, po edhe kur përballesh me kundërshtar të fortë normalisht është më vështirë. E drejt, nga futbollistët më veçove pak brohen e këta, po ke për shembull lojtarë që mund t'i cilësosh si model nga pikpamja e profesionizmit, nuk e di një Gjimshiti apo edhe për vazhdimsi në karrierë, shikon dikë që është edhe kolegi i yti tani domethënë, ndoshta jo shumë i madh me moshë, po që shef si model profesionizmi. Atëherë do e merrja punën e mas parë të kombëtare të përfaqësuesve të Kosovës, do merrja punën e Milutit sepse e di qysh nga fillimi se ç'a vështirësi ka kaluar. Është produkt i kampionatit të Kosovës edhe e di se ç'a ka kaluar qysh nga fillimi dhe mendoj që është model për gjithë për ata që e njohin se ç'a ka kaluar, është super model se si mund të arrish. Futboll. E drejt, shumë e drejt. Skuadrat që ke qenë tifoz i vogël, më the pak sepse është Arsenali, Messi apo Ronaldo? Atëherë kjo pyetje vuhet shumë, po do thoya Ronaldo. Okej, do shkoj te Ronaldo. Ushqimi që para pëlqen. Edhe kush gatuan për ty. Këtu në Tiranë janë te klubi besoj. Po drejt që janë te klubit, e thash se zakonisht e kam mamën këtu, po ushqimi i para pëlqyer dhe i pëlqyer pasta. Gjithë pasta janë futbollistët makaronë, çfarë bën kështu. Muzika që dëgjon. Atëherë s'është të dëgjoj shumë, po këtu hitet e fundit që e bën këta këngëtarë që i kemi i dëgjojmë. Në rregull, se në Kosovë ke traditë mirë për rap, edhe thash nuk e di mos keni para pëlqim. Jo, s'është se kam ne. E drejt, po Ergi, është djali mirë, si sillet me futbollistët e Dinamos. Super team manager është. Super team manager. Baton, nuk e di, po marrëdhëniet me mediat, si mundohesh ti, sepse tani medias, domethënë paraqitje publike janë edhe rrjetet sociale, janë edhe këto
nuk e di, daljet ndonjëherë nëpër televizion, apo që shpesh herë jeni nëpër telefon aty futbollistë. Sa munduhesh të jesh i kujdesshëm, sa i përdor, ose si munduhesh të përgjigjesh, domethënë kur ke kërkesa për intervista, për dalje, për. Atëherë mundohem sa dhe pak përgjigjen, po sërse i kam edhe shumë qef daljet nëpër media, kupton, sepse po bëjmë paraqitje të mira, po them se të rrim me kontok, edhe pse i kuptoj edhe mediat, sepse kur bëjmë paraqitje të mira është punë e tyre që të marrin një prononcim apo diçka, po mendoj që mirë. Mundohemi. Po kështu, para përgatitjes tëm apo si të vinë atyshëm biseda, çfarë? Jam zakonisht janë spontanisht, s'është para përgatitje. Marrë vesh. Vetëm po pata në intervjuë për shembull sot për nesër ose nëse ta i kam këtu pyetje do përgjigjesh, zakonisht ato për atë janë. Ëndra më e madhe që ke në futboll cila është? Atëherë ëndra më e madhe është që të kap një ekip të mirë evropian edhe të luajë në Champions League. Drejt, për momentin je mos gaboj lojtari me vlerën më të lartë i dyti, lojtarët me vlerën më të lartë në kampionatin ton. Tani ti je nga më të rritë që unë kam intervistuar për sa i përket moshës, është nga herët e para që e bëj këtë pyetje. Ju peshon fakti i çmimit kartonit apo është thjesht domethënë një algoritëm që herë shkon lart, herë poshtë dhe nuk ta them drejtën këtë punën e kartonit që u bë përditësimi këto ditë se kam po fare, po ma dërguan sepse s'është i përcilli. Po normalisht është ndjenje e mirë që vlerësohesh kur bën paraqitje të mira, po s'është se më bën përshtypje shumë. Po një pyetje kështu, nuk e di tani se dua të vë pak siklet. Nga skuadrat që ke që nuk e di, e jeton më tepër rivalitetin kampionatit shqiptar, ke ndonjë që mund ta veçosh që thu këtyre dua patjetër të bëj gol apo s'ka rastis? Po këtë vetë kam pas Elbasanën si mund të themi prit preferuar që kam shënuar 3 gola në 4 ndeshje, kështu që them që sa loz me ta jam motivim shtesë. Pa i përmend derbin me Tiranën dhe Partizanin. Po, në rregull. Po me Elbasanin mirë ndalim aty se me derbin pastaj e dim rivalitetin. Baton ishte kënaqësi që të kisha pjesë të kësaj tryeze, edhe duke qenë se të kam ndjek me kurrëse pakën sezonet që ke luajtur në kampionatin shqiptar të futbollit. Shpresoj më mira të bëhet për ty edhe shkofsh sa më lart karrierë. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. Faleminderit shumë. Edhe suksese me Dinamo. Shumë faleminderit.